Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror I lajmeve në Radio Televizionin 21. Nesër nis zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Të gjitha partitë politike që do të garojnë në këto zgjedhje thonë se synojnë fitoren, ndërkaq shpremtojnë qeverisje në interes të shtetit dhe qytetarëve. E mërkura do të jetë starti për të gjitha partitë politike që garojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që brenda 12 dite fushat të shpalosin përpara qytetarëve programin e tyre për të qeverisur me vendin në 4 vitet e ardhshme. Nga nisma socialdemokrate thanë se po hynë në garë zgjedhore me synimin në fitore dhe sipas kandidates për deputete nga ky subjekt politik, Arbresh Krasniqi, nuk bëhet fjalë vetëm kalimi I pragut zgjedhor, por do të fitojnë më shumë se 6 deputet. Nisma është e gatshme që të hyjë garës vet, do ta bëjmë maksimumin, kemi mbështetje të qytetarëve anë të Kosovës, gjithashtu jemi duke mirëpritur e mbështetur shumë nga diaspora jonë, ta 6 deputete më shumë, të cilët do të jemi në kuvendin e Kosovës, ne pashmangshëm do të jemi në bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës. Fitore në zgjedhjet e 28 dhjetorit synojnë edhe në LDK, siç tha kandidati për deputet nga ky subjekt politik Renar Xhaferi. Programi I tyre zgjedhor është I fokusuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve përmes zhvillimit ekonomik. Xhaferi vlerësoi se është koha që kryenësia politike e vetëvendosjes duhet të shkojë në opozit. Që ramja lëvizjes vetëvendosje do të jetë një mesazh pastaj I qartë për krejt skenën politike, sepse kryenësia politike dhe ky format politik që karakterizon lëvizjen vetëvendosje nuk do duhet të vazhdonte në konceptin politik në Kosovë dhe pikërisht kjo më kujtoi që do të jetë edhe reflektimi politik në këtë vend. Pra, forcat të cilat kanë mendësi bllokuese do të ndalen. Të gatshëm për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare u deklaruan edhe në PDK. Kandidati për deputet nga ky subjekt politik Hajdar Beqa tha se janë të bindur në fitore dhe se qeverinë e re do ta formojë sipas tij PDK-ja me Bedri Hamzen kryeministër. Por Beqa tha se nuk janë parti përjashtuese për bashkëpunime. Do të fitojmë zgjedhjet, do të kemi partneritet me qytetarët e Republikës Kosovës, koalicioni jonë është me popullin dhe sa I përket koalicioneve pastaj të shohim sa nëse na duhet ndonjë numër për të bërë institucionet, ne nuk jemi parti përjashtuese, përkundrazi jemi parti që nuk prishim ura. Të sigurt në fitore në zgjedhjet e 28 dhjetorit janë deklaruar edhe nga vetëvendosje. Kandidati për deputet Artan Abrashi tha se presin fitore edhe më të thellë në këto zgjedhje. Ne presim të fitojmë mbi 50%. Pritshmëritë tona janë që qytetarët e Kosovës na japin mbështetjen që ne mos të kemi nevojë pra të ulemi dhe të diskutojmë ata që dojnë me blloku Kosovën. Kemi pas mundësinë me bë marrëveshjen politike, kemi pas mundësinë me shmang krizën politike, kemi pas mundësinë me qa blokadën. Ndërsa befasia e këtyre zgjedhjeve do të jetë AAK-ja, thanë nga ky subjekt politik. Nënkryetari I AAK-s Daud Haradinaj tha se do të arrijnë rezultatin më të mirë që nga pas lufta. Aleanca, sidomos mas rezultatit kryetarëve të komunave, që patën një rezultat jashtëzakonshëm, jemi ka shkojmë këto zgjedhje të bindun në një fitor. Tash fitore ja nën kupton çka pretendojmë, se mund të kesh kuptohet, po unë jam më shumë se I bindur që Aleanca do ta ketë rezultatin më të mirë pas luftës. Të gatshëm për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit janë deklaruar edhe nga partitë e minoriteteve serbe dhe jo serbe. Ashtu sikurse në zgjedhjet e kaluara edhe për zgjedhjet e 28 dhjetorit, numri I votuesve është më I lartë se sa numri I banorëve në Kosovë. Në KQZ sharojnë se një gjë e tillë ndodh për shkak se në listën votuese, përveç qytetarëve rezident, përfshihen edhe shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit e që nuk janë përfshirë në regjistrim të popullsisë e as nuk janë regjistruar si votues jashtë vendit. 1.585.590 është numri I popullsisë rezidente në Kosovë sipas regjistrimit të fundit të Agjencisë së Statistikave në vitin 2024. Por këtë numër po e te I kalon dukshëm numri I votuesve, I cili për këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare është 2.076.290.
Nga kjo shifër, numri I qytetarëve me të drejtë vote në vendvotime brenda vendit është 1.999.205 votues, ndërkaq numri I qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është 77.085 votues. Në bazë të një përllogaritjeje, I bie që numri I qytetarëve me të drejtë vote në Kosovë, pa përfshirë të regjistruarit për votim jashtë vendit me post ose në përfaqësi diplomatike, është 413.615, më I lartë se sa numri I banorëve rezident. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve shpjegojnë se pse numri I votuesve është më I lartë se sa I banorëve, duke thënë se në listë të votuesve brenda vendit gjenden edhe emrat e mërgjimtarëve të cilët nuk janë regjistruar për votim me post ose në përfaqësi, e të cilët mund të votojnë fizikisht në qendrat e votimit në Kosovë. Sipas KQZ-s, mërgjimtarët që kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës nuk gjenden në listë të votuesve. Arsyeja pse është kjo diferencë është sepse lista votuese dhe regjistrimi I popullsisë duhet të shikohen ndaras. Në regjistrim të popullsisë përfshihen vetëm banorët rezident, pra të cilët kanë qenë duke jetuar në kohën kur është bërë regjistrimi, ndërkaq lista votuese përmban shtetasit e Kosovës me të drejtë vote që jetojnë brenda vendit, pra në Kosovë, por edhe jashtë vendit. Shtetasit e Kosovës, të cilët pra qytetarët me të drejtë vote, të cilët jetojnë jashtë vendit, por që nuk janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës, emrin e tyre do ta gjejnë në listën votuese brenda vendit, e cila në ditën e zgjedhjeve është shpërndahet në vendvotime. Pra, në kuadër të këtij numri prej 1.999.205 votuesve me të drejtë vote në ndonjërin nga vendvotimet në Republikën e Kosovës, janë edhe shtetasit e Kosovës, pra që jetojnë jashtë vendit me të drejtë vote dhe që nuk janë përfshirë në procesin e regjistrimit të votuesve. Çështja e numrit më të madh të votuesve se sa vetë numri I banorëve në Kosovë është problemi I kahershëm I proceseve zgjedhore, thonë në Institutin Demokratik të Kosovës. Eugen Cakolli thotë se ekzistojnë disa probleme ligjore dhe praktike që shkaktojnë një situatë të tillë, ndër të cilat prania e personave të vdekur në lista, gjë që siç thekson, ndikon në integritetin e procesit zgjedhor. Sipas tij, për të shmangur disbalancin e numrit mes votuesve dhe banorëve, duhet të ketë regjistrim aktiv të votuesve si dhe ndryshim të ligjit për zgjedhje. Problemi mbas edhe më I madh është krijimi I perceptimit të mundësisë për manipulimin e rezultatit zgjedhor, kryesisht edhe për shkak të përvojave të këqija që Kosova ka pasur, sidomos në periudhën 2010, kur ka pasur edhe dalje të votuesve përtej numrit të regjistruar të votuesve, si dhe raste të nënshkrimeve të evidentuara pranë personave që mund të kenë ndërruar jetë në të kaluarën. Ketë regjistrim aktiv të votuesve, që I bie votuesit që kanë interes të votojnë duhet të regjistrohen paraprakisht, siç është modeli tazëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në njësër vendesh tjera, dhe së dyti është mundësia që të ndryshohet ligji për zgjedhjet në raport me atë se si krijohet lista e votuesve. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve nuk ka mohuar se në listë të votuesve të ketë edhe persona të vdekur, të cilët nuk janë larguar nga lista për shkak të moslajmërimit me kohë nga ana e familjarëve, ndonëse sipas këtij institucioni, pastrimi I listës së votuesve është I vazhdueshëm. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka vendosur që qytetarët me të drejtë vote mbi moshën 80 vjeç, të cilët aplikojnë për të regjistruar si votues me nevoja të veçanta për të votuar përmes ekipeve mobile në ditën e zgjedhjeve, nuk kanë nevojë të paraqesin certifikat apo diagnozë mjekësore. Arjanit Elshani nga Këshilli për Operacione Zgjedhore tha se përmes këtij propozimi po synohet që personat mbi 75 vjeç të mos ju bashkangjisin aplikimit për të regjistruar si votues me nevoja të veçanta. Personat të cilët I kanë më shumë se 75 vjet gjatë aplikimit për regjistrim për votim nga shtëpitë e tyre të mos obligohen të bashkangjesin dokumente shëndetësore për statusin e tyre për të arsyetuar pse po dojnë të votojnë nga shtëpia. Prandaj është një anashkalim I rregullorës që jemi duke e bërë me këtë propozim që në këtë rast personat të moshës 75 vjeç e më shumë të obligohen të bashkangjesin në platformën e KQZ-s dokumentin e vlefshëm të identifikimit dhe një fotografi të votuesit duke e mbajtur
dokumentin identifikues në dorë. Drejtori i Zyres për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike, Besnik Buzhala, tha se në rast se ka aplikime në numër të madh për votim nga shtëpia, do të cënojë numrin e fletvotimeve që janë në dispozicion. Ai bëri të ditur se janë mbi 100.000 votues që i takojnë moshës mbi 75 vjeç. Edhe aspekti që bën vështirë në rast se kemi numër të madh të aplikimit. Kjo ndikon në materialet zgjedhore që na i kemi planifiku edhe jemi në proces të përfundimit dhe pranimit këtyre materialeve. Po ja japi vetëm një shembull, është rasti i fletvotimeve që janë shtypën në Sloveni, për çka KQZ-ja ka marrë vendim për numrin e tyre që duhet shtypen, kategoria e votuesve me nevoja të veçanta votojnë përmes fletvotimeve rezervë që na i parashikojmë për këtë kategori të votuesve. Kurse antari KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje, Alban Krasniqi, deklaroi se ndryshimi nuk është problematik nëse respektohen detyrimet institucionale. Unë mendoj që nuk ka në gjatë keqe anashkalimi i rregullorës, në mënyrë që të sigurohet gjithë përfshirja e qytetarëve, po pa i anashkaluar në asnjë rast të drejta dhe obligimet që kanë si institucioni ashtu dhe qytetarë. Ndërsa Sami Hamiti, antari KQZ-s nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u dakordua që zgjidhja më e mirë është mosha mbi 80 vjeç. Mendoj mas analizës që kësaj rrallë të leqja mund tjetë e pashohëm tani për zgjedhje tjera si janë. Po në këtë mbledhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akreditoi grupin e parë me 283 vëzhgues për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Besnik Buzhala, drejtori i Zyres për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike, tha se janë 17 organizata vëzhguese, të cilat kanë aplikuar dhe i plotësojnë kriteret ligjore. Presidentja Vjosa Osmani nesër do të marrë pjesë në samitin BE Ballkan Perëndimor në Bruksel. Me ftesë të institucioneve të BE-s, Presidentja Osmani do të përfaqësojë Kosovën në samitin BE Ballkan Perëndimor, ka konfirmuar për Radio Televizionin 21 këshilltari për media i presidentës Bekim Kupina. Samiti do të kryesohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Bashkimi Evropian do të përfaqësohet nga presidenti i Këshillit Costa dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ndërsa në takim do të marrë pjesë edhe përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas. Sipas BE-s, samiti do të shërbejë si një mundësi për të demonstruar dhe rikonfirmuar forcën e marrëdhënieve strategjike mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, si dhe përfitimet që ato u sjellin qytetarëve. Në përfundim të samitit do të miratohet deklarata e samitit BE Ballkan Perëndimor. Këshilli i Ministrave ka përsëritur pritjen për heqjen e masave ndaj Kosovës të vendosura në vitin 2023, por u bë e ditur se disa shtete si Franca dhe Italia kanë kundërshtuar heqjen e plotë të tyre, duke insistuar në heqje graduale. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se BE-ja nuk pritet të ndërmarrë hapa konkret para zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe formimit të institucioneve të reja. Në draftin e konkluzave të Bashkimit Evropian, u tha se Kosova vlerësohet për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta dhe gjithëpërfshirëse, ndërsa pas transferit të rregullt të pushtetit në 4 komunat veriore, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian parashikon heqjen e plotë të masave të mbetura. Megjithatë, burimet diplomatike të mëhershme flasin se Franca dhe Italia, bashkë me disa shtete të tjera, kundërshtojnë heqjen e plotë, duke kërkuar largimin vetëm të një pjesë të masave. Përkundër paralajmërimeve, analisti politik Shëmsia Shari nuk pret lëvizje të Bashkimit Evropian për këtë çështje, së paku jo para zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kushdo që do të jetë në kryet e qeverisë, duhet të ndërmerr veprime që të ikë nga diskursi polarizues edhe diskursi i mosmarrëveshjeve që ka me partnerët ndërkombëtar. Do thotë në këtë fazë për cilën po flasim, duke qenë se jemi në fushata zgjedhore, ne do të ndëgjojmë gjithçka deklaratash që janë në funksion të fushatës. Po gjithsesi, një diçka është e qartë se nuk do të ketë heqje të masave,
para themelimit të një qeverie të re. Arsye që këto shtete po kundërshtojnë heqjen e plotë të masave, vlerësohet të jenë edhe një varg veprimesh të qeverisë në detyrë, përfshirë edhe ato të antarëve të KQZ-s ndaj listës serbe. Hulumtuesi i grupit për studime juridike dhe politike Besar Gërgi thotë se qeveria që do të dalë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit duhet të nisë komunikimin intenziv me shtetet mike si Franca dhe Italia, në mënyrë që masat të hiqen plotësisht. Që të dy këto vende janë vende mike të Kosovës, ne kemi ambasada aty, pra kemi nevojë për një qeveri të fortë dhe stabile, që mund të merret me qeveritë e këtyre vendeve dhe të lobojë për heqjen e këtyre masave. Prandaj duhet të kthehemi në atë që kemi thënë më parë si GLPS, se pa një qeveri stabile do të jetë shumë e vështirë heqja e këtyre masave. Sipas analizave të organizatave jo qeveritare në Kosovë, masa ndëshkuese i kushtuan vendin mbi 600 milion euro projekte të pezulluara. Ndërkohë, për shkak se janë të kaluar afatet, 7.1 milion euro vlerësohet se kanë humbur përfundimisht. Ndërsa, sa më shumë që Kosova do të qëndrojë nën masat të Bashkimit Evropian, aq më shumë rrezikon që t'i humbë këto mjete. Analisti për çështje ekonomike Lek Musa vlerëson se masat e Bashkimit Evropian veç humbjeve financiare shkaktuan edhe pasojat e tjera për ekonominë e vendit. Klima përgjithshme e ekonomisë nuk ndikon vetëm tek investorët e huaj, mirë po ndikon shumë edhe tek investorët e brendshëm. Nuk e di a keni vërejtur një tendencë së fundmi mjaft madhe të bizneseve të mëdha në Kosovë që të investojnë në Shqipëri. Arsyet për këtë tendencë janë se ndjet një farë lloj pasigurie apo tregu në Kosovë shifet me një theme dozë pesimizmi, prandaj të gjitha investimet janë duke orientuar themi në tregun shqiptar, që është shumë pozitiv. Mirë po, në anën tjetër tregon një tendencë të keqe për atë se biznesin të Kosovë janë duke konsideru Kosovën si vend për të investuar. Kosova vlerësohet se ka mbi 1 miliard euro mjete të pezulluara, përfshirë planin e rritjes, si shkak i veprimeve të qeverisë Kurti dhe krizës politike që zgjati gjatë gjithë vitit. Vendi ynë këto mjete rrezikon t'i humbas për gjithmonë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës, duke i cilësuar ato si të pajustifikuara dhe të shkëputura nga realiteti aktual politik dhe institucional në vend. Kryetari i kësaj partie dhe kandidati për kryeministër Lumir Abdi Gjiku nëpërmjet një letre drejtuar presidentës së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka kërkuar heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës. Pushteti lokal në Republikën e Kosovës në komunat veriore tashmë është transferuar dhe është plotësuar kriteri vendosur nga Bashkimi Evropian. Këto masa kanë dëmtuar drejt për drejt Kosovën dhe qytetarët e saj, e jo politikanët, si pasojë një numër i konsiderueshëm projekte zhvillimore dhe investimesh të rëndësishme kanë mbetur të bllokuara dhe të parealizuara, duke penguar zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e shërbimeve publike. Lidhja Demokratike e Kosovës i bën thirrje Bashkimit Evropian që të marrë vendim për heqjen e plotë të masave ndëshkuese ndaj Republikës së Kosovës, në përputhje me parimet e drejtësisë, proporcionalitetit dhe partneritetit. Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka bërë përparime të dukshme në rritjen e transparencës, veçanërisht në publikimin e vendimeve, ndërsa kjo çështje vazhdon të mbetet një sfidë për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Kështu vlerësohet në raportin e lëvizjes FOL, ngritja e transparencës dhe integritetit në sektorin e drejtësisë në Kosovë. Drejtoresha ekzekutive e lëvizjes FOL Megjide Demolli Nimani konsideron se projekti tyre ka ndikuar në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Është rritëqasja në drejtësi për qytetarët me fokus të veçantë tek të rinjt, përmes hartimit dhe shpërndarjes së një udhëzuesi praktik mbi të drejtat ligjore dhe procedurat gjyqësore. Projekti kontriboi në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies duke nxitur publikimin e vendimeve disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve në faqe të zyrtare të institucioneve përkatëse, me qëllim forcimin e besimit dhe mbikëqyrjes publike. Vlen theksohet se tek KPK-ja ende kemi ngecën këtë drejtim.
Sipas menaxherës së projektit Burbuqe Kastrati, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka shënuar përparim në aspektin e publikimit të vendimeve, por këtë rrugë nuk e ka ndjekur Këshilli Prokurorial i Kosovës. Se përket Këshillit Prokurorial të Kosovës, gjetjet e vitit 2024 tregojnë se sfidat e identifikuara në vitin 2023 vazhdojnë pothuajse të jenë të njëjtën formë. Publikimi i agjendave shpesh është i vënuar, respektimi i gjuhëve zyrtare mbetet pak problematik dhe numri i vendimeve të publikuara sa i përket rasteve disiplinore të prokurorëve mbetet i ulët. Kjo krijon një hendek të vazhdueshëm midis vendimarrjes institucionale, por një ashtu edhe informimit të qartë të publikut. Fol ka rekomanduar që është shumë e rëndësishme që Këshilli Prokurorial i Kosovës të angazhohet më shumë në publikimin e vendimeve, duke marrë rast këtu edhe vendime disiplinore ndaj prokurorëve. Zëvendës kryesuesja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Arjeta Sadiku vuri në pa standardet që ka ndërtuar sistemi gjyqësor me qëllim të rritjes së transparencës dhe besimit të qytetarëve në drejtësi. Pra me qëllim të transparencës dhe llogaridhënies, Këshilli Gjyqësor mban takimet online përmes platformës zyrtare ku të gjitha vendimet janë publike përveç ato çështjet disiplinore. Në fillim të këtij viti, Këshilli ka miratuar udhëzimin administrativ për publikimin e vendimeve gjyqësore, përmes të cilit gjykatat publikojnë në kohë reale të gjitha vendimet gjyqësore me përjashtim të disa çështjeve penale. Antari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Visar Krasniqi bëri të ditur se kanë miratuar strategjinë dhe planin e veprimit për vitin 2025-2027, i cili parasheh hapat për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në sistemin prokurorial. Ngritja një njësie të re ose përmirësimi i njësisë aktuale të dedikuar për transparencë brenda sistemit prokurorial, për të publikuar në kohë reale kërkesat për qasjen e dokumente publike që bëhen. Po ashtu, kemi paraportur zhvillimin dhe përmirësimin e sistemit aktual të transparencës në web portal që të paraqisim statistika reale dhe në kohë. Po ashtu, te llogaridhënia kemi paraportur forcimin e sistemit për vlerësim performancës dhe të disiplinimit kontrollit. Ngritja e transparencës dhe integritetit në sektorin e drejtësisë në Kosovë është realizuar nga Lëvizja Fol dhe është mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka bërë thirrje për respektim të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe ndalim të çdo rritje të pajustifikuar të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Në thirrjen e publikuar në faqen e AKK-s në Facebook, thuhet se çdo marrëveshje, bashkërendim apo veprim i njëanshëm ndërmjet bizneseve që ka për qëllim ose efekt rritjen artificiale të çmimeve, ndarjen e tregut, kufizimin e konkurrencës apo abuzimin me pozitën e përbashkët dominuese, përbën shkelje të rëndë të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe është subjekt i sanksioneve ligjore. Tutje thuhet se që nga fillimi i muajit dhjetor dhe deri në fund të këtij viti, të gjithë inspektorët e autoritetit të konkurrencës do të jenë çdo ditë në terren duke monitoruar me kujdes dhe në mënyrë të vazhdueshme lëvizjet dhe rritjet e çmimeve në treg. Vazhdojmë me zhvillimet në Shqipëri. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK i ka kërkuar Kuvendit të Shqipërisë që të heqë imunitetin zëvendës kryeministrës Belinda Balluku dhe të autorizojë arrestimin e saj. Ndaj Ballukut, e cila njëherësh është edhe deputete dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, SPAK-u ka ngritur akt akuzë më 31 tetor të këtij viti në ndyshimet se ka bërë shkelje gjatë dhënies së tenderëve. Ajo ishte pezulluar nga detyrat zyrtare dhe i ishte pamundsuar largimi nga shteti, por vendimi i SPAK-ut për pezullim u rrëzua nga gjykata kushtetuese. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas kërkesës që SPAK-u i drejtoi Kuvendit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun dhe autorizimin për arrestimin e saj. Në një postim në rrjetin social X, kreu i qeverisë kritikon arrestet në burg ose në shtëpi pa gjyq, duke e cilësuar të turpshëm faktin që Shqipëria, siç tha
ai është bërë një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur. Në fund të reagimit të tij, Rama thotë se grupi parlamentar i Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë do të shqyrtojë kërkesën e SPAK-ut dhe do të mbajë një qëndrim të drejtë. Kryetari i Komunës së Prishtinës përparim Rama thekson rëndësinë monumentale të organizimit të lojrave mesdhetare në vitin 2030, duke detajuar punën e vazhdueshme, projektet infrastrukturore dhe sfidat e përgatitjeve. Takimi i fundit me Komitetin Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare shënon një hap kyç në finalizimin e planifikimit për këtë ngjarje historike, ka thënë Rama. Kreu i Komunës së Prishtinës thekson se lojrat mesdhetare 2030, të cilat do të mbahen në Prishtinë, përfaqësojnë një ngjarje madhore që tejkalon rëndësinë lokale dhe paraqesin një mundësi të artë për t'u shfaqur para botës. Dini që jemi duke bo punë të një pas njëshme për përgatitje për lojrat mesdhetare të vitit 2030, pra Prishtina 2030, një event monumental faktikisht jo vetëm për kryeqytetin, po për gjithë Kosovën, ku kemi mundësinë me i tregu krejt botës çfarë një koqir të mrekullueshëm jemi, edhe për këtë arsye është me rëndësi që të përgatitemi për këto lojna. Rama flet edhe për përfundimet e punës së fundit të konsultimit, duke detajuar numrin e lojrave të ndryshme që do të inkuadrohen dhe rëndësinë e bashkëpunimit me Shqipërinë për disiplinat specifike. Po i diskutojmë mundësitë e inkuadrimit të lojrave të ndryshme, pra flitet këtu diku rreth 22 deri 24 lojra të ndryshme të cilat do të ndodhin në kryeqytet edhe në pjesë të ndryshme të Kosovës, e po ashtu e dim që për sailing, pra për lundrim, kemi edhe Durrësin si pjesë të propozimeve për lojrat mediterane në kryeqytet në vitin 2030. Pra janë gjitha këto diskutimet, prezantimet edhe vendimarrjet për përgatitje për lojrat mesdhetare të vitit 2030. I pari i Komunës së Prishtinës shton se përkundër faktit se fillimisht pati një periudhë më të ngadaltë të punës, tashmë proceset po ecën me hapa të shpejtë, prandaj shprehet i bindur se nuk do të ketë asnjë problem në përgatitjen e eventit në afatin e caktuar. Po them, kemi pas ndoshta pak ashtu një proces pak të zbehur gjatë 2 viteve të para, por tash i kemi të gjitha frontet e hapura, po ecim me hapa të shpejtë dhe jam shumë optimist që nuk do të kemi asnjë problem për përgatitje për lojrat mesdhetare të vitit 2030. Kryetari përparim Rama vuri në pa edhe planet infrastrukturore, veçanërisht stadiumin e ri që do të ndërtohet në kuadër të fshatit olimpik, për të cilin thotë se plotëson kushtet për të qenë edhe stadiumi kombëtar i vendit. Për informacionet për të fundit, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv.